Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë bashkarisht ngjarjet më të fundit dhe për të komentuar tashmë jetën e personazheve publik. Dua të ndaloj pak tek Selin dhe tek Gimbo. Ndryshe nga personazhet e tjerë, Selina dhe Gimbo kanë preferuar që marrëdhënien e tyre ta mbajnë marrëdhënie të thjesht, modeste, dashurie. Do me thënë, edhe pse janë personazhe publik, edhe pse kanë një ndjekje të jashtëzakonshme, edhe pse të gjithë në fakt duan të dinë rreth jetës së tyre, përditshmërisë së tyre, marrëdhënies së tyre, Selin edhe Gimbo janë tepër modest. Do me thënë, nuk është se jetojnë këtë dashurinë, apo janë duke e përdorur këtë dashurinë për klikime, për followersa, për lajka. Do me thënë, nuk ekziston një gjë e tillë. Selin ditën e djeshme është bërë nostalgjike, ka nxjerrë prapaskenat e projektit të tyre të parë, një projekt që në fakt mori një vëmendje të jashtëzakonshme, mori një duartrokitje shumë të madhe nga publiku shqiptar, ku kanë postuar fotografit nga backstage-et e këngës së DJ, një këngë që erdhi në fakt bashkëpunim me Rezarta Shkurtë, një këngë që u prit shumë mirë, u duartrokit shumë mirë dhe u jetua shumë bukur nga publiku shqiptar. Selin Bollati dhe projekti në fakt që erdhi, u prit dhe u dashurua. Selin ka nxjerrë fotografi me Gimbon që ka lënë të nënkuptohet, sepse më kanë pyetur Tiron si mendon që i ka marrëdhëniet. Do me thënë, fotografia ka treguar që marrëdhënia me Selinës edhe Gimbos është marrëdhënie shumë e mirë, është marrëdhënie shumë e bukur, është marrëdhënie shumë pozitive, do me thënë gjërat janë duke u shkuar harmonikisht shumë të lumtura dhe po kalojnë shumë mirë. Me thënë gjithçka është në rregull. Tani, a do të kemi ndonjë dasëm këtë verë? Selina e la të nënkuptuar që nuk do të ketë asnjë dasëm, shkaqet dihen, do me thënë babai i Selinës nuk është në Shqipëri, ne e dim problemin që ai e ka me firmën të cilën e ka patur që kanë falimentuar, dhe siç duket edhe disa muaj, do me thënë i duhet Selinës dhe babait të saj që të rikthehet në vendin e tij, të rikthehet në përditshmëri, por mbi të gjitha dashuria ekziston dhe është shumë e lumtur. Do me thënë është dashuri e thjesht, është dashuri pozitive, është dashuri me energji shumë të mirë që në fakt e bën që babai i Selinës të jetë i lumtur, por i gjithë publiku. Do me thënë, ndryshe nga personazhet e tjerë, Gimbo dhe Selin kanë përzgjedhur që të jetojnë në energji pozitive dhe të jetojnë në energji shumë të mirë në krah të njëri tjetrit.